Le të flasim pak për endometriozën, këtë problem kronik ginekologjik, por që i përket dhe specialiteteve të tjera, si endokrinologjisë, dhe do mundohem të shpjegojmë pak fjalë se çfarë është. Pra, endometrioza është një dalje e endometrit, pra endometri është pjesa e brendshme e uterusit, që del në formë menstruacioni nga qafamidhës. Në disa raste, kjo bën një udhtim retrograd përmes tubave dhe implantohen, domethënë pjesë të vogla të endometrit implantohen jashtë uterusit. Pra kryesisht shkojnë në vezore, ku krijojnë ato kistet endometriozike, të cilat duken eko, por mund mos ketë fare shenja ekografike, janë implante të cilat mund të gjenden në peritonum, në zorr dhe shkaktojnë dhimbje. Domethënë, kjo është pak a shumë për të pasur një ide se çfarë është endometrioza. Ndërkohë, si zbulohen rastet me endometriozë, pra janë paciente të reja, kryesisht të moshave 20, 30, 35 vjeç, të cilat vinë dhe ankohen për dhimbje të vazhdueshme në fund barkut. Vinë ankohen për dhimbje gjatë kontaktit seksual, që është një ankesë shumë e rëndësishme, ose vinë dhe ankohen ose vizitohen për infertilitet. Domethënë kanë 1, 2, 3 vite që nuk kanë fëmijë. Duhet thënë se endometrioza lidhet shumë me infertilitetin, pasi është një situatë inflamacioni kronik. Pra të gjitha këto implante të cilat implantohen qoftë në vezore ose në tuba ose në zorr, japin një gjendje inflamacioni kronik, e cila shpeshherë jep dhimbje kronike në fund barkut, por mund të japë edhe dhimbje gjatë kontaktit seksual. Domethënë dhimbja gjatë kontaktit seksual është një ankesë që ginekologun mund ta drejtojë drejt endometriozës. Gjithashtu 30 deri 50% e grave që kanë endometriozë mund të kenë dhe infertilitet. Pra mund të vuajnë nga mospasja e një fëmije, mund të kenë probleme me mospasjen e një fëmije në kohën kur ato e duan. Një shkak mund të jetë patjetër endometrioza, pasi kjo përveç inflamacionit kronik që jep, mund të bllokojë, të ngjisë tubat e fallopit. Pra, zgjidhja deri tani janë shumë të sirfajsore. Pra, endometrioza është një sëmundje që akoma sot kësaj dite nuk mund të trajtohet 100%, dhe mjekët vetë kanë pikpyetje shumë të mëdha. Ata që bëjnë research prap kanë pikpyetje shumë të mëdha, pra mënyra si vjen, a ka anë gjenetike apo s'ka. Është parë që ka një anë gjenetike, patjetër që ka faktor gjenetik, pra një nënë që ka endometriozë mund të lindi një fëmijë, një vajzë e cila mund të ketë probleme me endometriozën. Por akoma nuk ka një përgjigje pse ndodh në 10 deri 15% të grave, të vajzave. Pra endometrioza sot prek 10 deri 15% të popullatës femërore riprodhuese, duhet të thënë në mosha të reja. Pra shpeshherë mund të fillojë që në moshën e adoleshencës, që me ardhen e menstruacionit të parë ose me menstruacionet e para, ginekologu dyshon tek pacientët të cilat kanë dhimbje gjatë ciklit. Dhimbjet ciklike janë një shenjë që ne duhet na drejtojë drejt endometriozës. Por shpeshherë endometrioza lihet e pa diagnostikuar. Domethënë me statistika botërore 30 deri 50% e rasteve me endometriozë nuk diagnostikohen ose diagnostikohen shumë vonë. Për shembull është normale që edhe në biseda me kolegët tanë diskutojmë për paciente të moshave 25-35 vjeç, ku endometrioza dyshohet ose më pas konfirmohet. Dhe konfirmimi bëhet vetëm me laparoskopi. Pra një ginekolog mund të dyshojë qoftë në vizitë vaginale, qoftë në ekografi për endometriozë, por konfirmimi përfundimtar bëhet me anë të laparoskopisë, i cili është një mjet që përdoret nga 10 deri 15% e ginekologëve. Por sidoqoftë edhe me laparoskopi nuk mund të quhet një trajtim përfundimtar. Pra dhimbjet e endometriozës mund të vazhdojnë për kohë gjatë edhe përtej menopauzës madje.
Gjithsesi, një nga shenjat më të rëndësishme që një paciente ka dhe që një ginekolog do ta drejtonte drejt endometriozës është dhimbja gjatë kontaktit seksual. Dhimbja ne e quajmë dispareuni, por kjo do të ishte një e dhënë shumë e rëndësishme për ne. Duhet pas parasysh që një pjesë e madhe e grave, gati 50%, nuk e referojnë dhimbjen gjatë kontaktit tek ginekologu. Dhe nëse do bëja një thirrje për pacientët, qoftë të moshave të shumë të reja, qoftë të moshave mbi 30 vjeç, do thoya që nëse keni dhimbje gjatë kontaktit, të duhet t'ia referoni patjetër ginekologut tuaj. Është shumë e rëndësishme që ai të di prej sa kohësh ju keni dhimbje gjatë kontaktit, prej sa vitesh. Dhe kështu ai do të arrinte të dyshonte për endometriozë. Dhe kjo mund të bënte një diagnozë më të hershme dhe mund të bënte edhe një trajtim më të mirë. Pra sa më shpejt të trajtohet endometrioza, aq më mirë do të ishte. Që mos të arrinim në nivelet e asaj që quhet deep endometriosis, e cila do shumë vite të shkojë aty ku është, por pastaj bëhet një situatë gati e parikthyer, e cila lë me dhimbje kronike pacientët.